Pas shpalljes së rezultateve paraprake të zgjedhjeve të parakohshme parlamentare në 28 dhjetor në Kosovë, të cilat i dhanë fitoren lëvizjes vetëvendosje, kanë ardhur reagime dhe urime nga politika shqiptare për kryeministrin Albin Kurti. Presidenti i Republikës së Shqipërisë Bajram Begaj ishte një ndër të parët që përcolli një mesazh urimi, duke vlerësuar procesin demokratik dhe vullnetin e qytetarëve të Kosovës. Përmes një postimi në rrjete sociale, kreu i shtetit shqiptar theksoi se kjo fitore duhet të shndërrohet në përgjegjësi institucionale dhe në angazhim për të ardhmen e vendit. Urime Kosovë, urime Albin Kurti. Qytetarët e Kosovës shprehen vullnetin e tyre demokratik për institucione të reja dhe do të qeverisin vendin. Uroj dhe besoj që kjo votë shndërrohet në përgjegjësi institucionale për t'i dhënë Kosovës dhe qytetarëve të saj një të ardhme të begatë, të drejtë dhe evropiane, shkruan presidenti Begaj. Urime për fitoren e vetëvendosjes ka përcjellë edhe kryeministri i Shqipërisë Edi Rama në një reagim në rrjete sociale. Rama shprehet se mbështetja e konfirmuar nga populli i Kosovës për Albin Kurtin dhe partinë e tij përbën një mundësi për të kapërcyer ngërçin politik që ka shoqëruar Kosovën prej muajsh. Kryeministri shqiptar thekson dhe shpreson që mandati i ri i qeverisë të shndërrohet në sukses dhe stabilitet për Kosovën, duke nënvizuar gjithashtu rëndësinë e forcimit të marrëdhënieve mes dy shteteve shqiptare. E ka uruar kryeministrin e rizgjedhur të Kosovës për fitore domethënëse dhe uroi që mandati i konfirmuar nga populli i Kosovës për Albinin dhe për partinë e tij të kthehet në suksese në mbarësi për Kosovën, si dhe për marrëdhënien vllazërore mes dy shteteve tona, gëzuar, ka shkruar Rama. Fitoria e lëvizjes vetëvendosje në këto zgjedhje është parë si një moment i rëndësishëm për skenën politike në Kosovë,